Mirë, si edhe? Mirë se gjej. Si herën e kalume 51 pak më shumë. 51 ka qenë herën e kalume, tash mushte pak më shumë. Po kur 63. Faleminderit shumë. Nëse student, si nxënës, edhe studius në të ardhmen, çaj shkon një këshill që na mojt neve aktiv gjatë komplet karrierës tonë, që kanë vazhduar. Provoni me pas një farë vetdije mbi procesin e jetës juaj në kuptimin e shpenzimit, alokimit kohës. Për shembull, nëse mendoni çka keni bërë dje, 24 orë, prej 24 orëve hajde që po supozojmë një 7 ose 8 jenë gjumë, prej 16 orëve që mesin, i shkëndesh me ditë ma shumë se 12 orë me kallëzu çka ke bërë. Nëse s'ka nevojë me kallëzu mu veti, me pas një vetdije mbi atë se ku e shpenzon kohë. Me lexu, me mësu edhe jashtë drejtimit juaj. Jo veç profesionin. Profesionin patjetër, më shumë ti profesionin, mas pari profesionin, po jo veç profesionin. Se kurreshtja njerëzore nuk shuhet veç me një fush. Ta zëm, kur kemi qenë fëmijë, kemi qenë si dy grupe. Një grup që ka dashur më shumë matematikën edhe logjikën, një grup tjetër më shumë gjuhën, edhe lingvistikën përgjithësi, edhe gjuhët e tjera, jo veçantare. Po jo, për mua më e rëndësishme është me vazhdu me met student i përjetshëm në kuptimin e të qenë studioz. Faleminderit shumë për